I penduar i drejtësisë Artan Tafani ka vijuar dëshmin në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, duke zbuluar detaje të reja nga krimet që mbajnë firmën e Laert Haxhiut dhe grupit të tij. Artan Tafani rrëfen se ai, Laerti, ishte njeri i frikshëm. Jetonim në terror se na shante, na rrihte, edhe mund të na vriste. Sa zgjohej në jetonim me frikë. Me mua sillej pak më mirë se isha dhe më i madh si mosh, por jetonim nën terror prej tij. Por unë kisha vrarë 3 vet, dhe ma kishte pak më shumë hatrin. Ne i kishim vënë gjob një biznesmeni në Lushnjë, një djali me emrin e Nea, mbi emrin s'jam mbaj mend. Unë rrija aty, i kemi kërkuar 1 milion euro. Ky biznesmeni kishte probleme me ca gango, lant shyti, i thuan Mustaqe Kuqi. Ata ishin vrarë prerë. Laerti kërkonte biznesmenin ta kapte. Si përfundim ai erdhi vet e kërkoi ndihmë, pasi kishte probleme me Mustaqe Kuqin. Ne e marrim biznesmenin dhe dalim në dalje të Tiranës. E marrim e dërgojmë në një rozmali. Dhe Laerti i vendosi 1 milion euro gjob. Biznesmeni 100.000 euro ja dha dhurat atij djalit që e njohu me Laertin. Ne i morëm ato ditë 120 milion lek. Do me thënë atij biznesmeni në total, ja kemi marrë 360.000 euro. Ai është e Nea, por mbi emrin s'ja kujtoj. Deklaratat e Tafanit janë pjesë e procesit gjyqësor që po zhvillohet ndaj grupit të strukturuar kriminal të Laert Haxhiut, ku ai po bashkëpunon me drejtësinë si dëshmitar i penduar.